Horoskopi për muajin nëntor 2025. Dashi. Nëntori 2025 ndez një muaj ripërtëritjeje. Marsi, planeti juaj sundues, lëviz në një pozicion të favorshëm, duke rritur vetbesimin tuaj dhe duke inkurajuar veprime të guximshme. Kjo është një kohë ideale për të ndjekur mundësi të reja në karrierën tuaj, ndërsa vendosmëria juaj shkëlqen. Marrëdhëniet thellohen me Venusin që përmirëson aftësitë tuaja të komunikimit, duke ju lejuar të shprehni dashurinë më hapur. Megjithatë, ndërsa eklipsi hënor afrohet, keni kujdes nga bisedat e ngarkuara emocionalisht. Financiarisht, ndikimi i Jupiterit sugjeron rezultate të favorshme përmes vendimarrjes së kujdesshme. Fokusi juaj në shëndet duhet të përfshijë ruajtjen e ekuilibrit në dietën dhe rutinat tuaja të ushtrimeve. Në aspektin shoqëror, rrjedhëzimi mund të çojë në lidhje të rastësishme. Përqafoni përshtatshmërinë, veçanërisht në skenar të papritur. Ndërsa muaji përfundon, reflektimi mbi rritjen personale çon në një kuptim më të thellë të qëllimeve tuaja. Shfrytëzoni këtë energji intensive për të përgatitur për risitë e dhjetorit, duke siguruar që shpirti juaj inovativ të mbetet i papenguar. Demi. Nëntori 2025 ju fton të përqafoni ndryshimin me Uranin në shenjën tuaj. Kjo energji dinamike ju nxit të rivlerësoni kufit personal dhe të ushqeni marrëdhëniet me entuziazëm të ripërtërir. Financiarisht, lindi mundësi të reja pas hënës së re të 12 nëntorit, duke ofruar një shans për të eksploruar metoda jo konvencionale për të ardhura. Romanca shen një lidhje të rigjallëruar. Venusi, sundimtarja juaj, rrit joshen tuaj dhe sjell harmoni në partneritete. Jini të kujdesshëm me tepricën, pasi hëna e plot më 27 nxjerr në pa çështje shëndetësore. Një fokus i qartë në rutinat e mirëqenies do t'ju sjellë shumë dobi. Profesionalisht, puna në grup hap rrugën për sukses, ndërsa bashkëpunimi zhbllokon zgjidhje krijuese. Ndërsa fillon retrograda e Mërkurit, kontrolloni 2 herë komunikimet për të shmangur keqkuptimet. Ndërsa muaji përparon, vetëreflektimi lejon që njohuritë personale të lulëzojnë, duke ju mundësuar të vendosni themelet për përpjekjet e ardhshme. Përqafojeni këtë periudhë transformimi, duke kultivuar durimin dhe qëndrueshmërinë për përmbushje të qëndrueshme. Binjakët. Nëntori 2025 zbulon rrugë të reja për rritje intelektuale dhe personale. Ndikimi i Mërkurit, planetit tuaj sundues, nxjerr në pa komunikimin si mjetin tuaj kryesor këtë muaj. Krijimi i rrjeteve çon në lidhje premtuese si në arenat personale, ashtu edhe në ato profesionale. Romanca është interesante, me Venusin që inkurajon harmoninë dhe kuriozitetin. Megjithatë, jeni të vëmendshëm gjatë fazës retrograde pas datës 18 kur mund të lindin keqkuptime. Financiarisht, planifikimi strategjik siguron stabilitet ndërsa energjia e Jupiterit inkurajon investime të mençura. Hëna e plotë e 27 nëntorit mund të intensifikojë intuitën, duke nxitur një rishikim të aspiratave afatgjata. Ndërsa Marsi energjizon sektorin tuaj shoqëror, angazhohuni në projekte komunitare ose aktivitete në grup që stimulojnë shpirtin tuaj. Shëndeti do të përfitojë nga praktikat e vetëdijes, duke përfshirë ekuilibrin për të luftuar stresin. Në këtë kohë transformuese, përshtatshmëria do t'ju shërbejë mirë. Përqafoni ndryshimet kozmike dhe ruani shkatësinë tuaj ndërsa lundroni drejt fundit të vitit, duke synuar fillime të reja. Gaforria. Nëntori 2025 është thelbësor në zhbllokimin e të vërtetave emocionale. Fazat hënore këtë muaj theksojnë vetanalizën dhe cilësitë ushqyese për të cilat njiheni. Shtëpia dhe familja janë tema qendrore pasi Neptuni në një aspekt mbështetës rrit kapacitetin tuaj intuitiv. Profesionalisht, hëna e re në datën 12 sugjeron fillime premtuese, veçanërisht të rëndësishme për projektet krijuese. Dinamika e marrëdhënieve thellohet, me Venusin që nxit dëmshurinë dhe mirëkuptimin në partneritete. Megjithatë, ndërsa eklipset afrohen, prisni një periudhë rivlerësimi dhe mbyllje të nevojshme. Financiarisht, investime dhe buxhetimi i kujdesshëm do t'ju sjellin shumë dobi këtë muaj. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj mirëqenies emocionale. Praktikimi i kujdesit për veten dhe angazhimi në aktivitete qetësuese janë jetësore. Ndërsa Marsi shkakton ambicie drejt mbylljes së muajit, përdoreni këtë shtys për aspirata personale, duke hedhur një themel për arritjet e ardhshme. Përqafojeni këtë fazë introspektive, duke i besuar procesit kozmik për t'ju udhëhequr drejt përmbushjes dhe rritjes ndërsa viti mbaron. Luani. Përgatituni për një nëntor transformues 2025, ndërsa ju e treshtohen për të rritur kreativitetin dhe cilësitë tuaja të leadershipit.
me diellin që fuqizon shtëpinë tuaj të romancës dhe kënaqësisë. Prisni një rritje të aktiviteteve shoqërore që sjellin gëzim dhe emocione. Profesionalisht, periudha pas hënës së re më 12 paraqet një mundësi ideale për të shfaqur talentet, duke tërhequr njohje. Venusi thekson dinamikën e marrëdhënieve, duke inkurajuar shprehje të përzemërta dhe lidhje më të thella. Megjithatë, ndërsa Merkuri është retrograd më 18, siguroni qartësi në komunikime për të shmangur konfliktet, veçanërisht në mjediset familjare. Rritja financiare është premtuese, por shpenzimet e kujdesshme janë të këshillueshme për të ruajtur prosperitetin. Nga ana shëndetësore, balancimi i aktivitetit me pushimin rigjallëron vitalitetin tuaj. Nga ana shoqërore, pjesëmarrja në ngjarje komunitare ose bamirësie mund të çojë në ndërveprime të dobishme, duke rritur si kënaqësinë personale ashtu edhe rrjetin. Kjo periudhë astrologjike ju nxit të ruani fleksibilitetin, duke u përgatitur për zgjerimin dhe aventurat e reja që premton dhjetori. Virgjëresha. Nëntor 2025 ju fton të përqendroheni në ekuilibrin, si personalisht ashtu edhe profesionalisht. Me Merkuri në sektorin tuaj të komunikimit, aftësitë tuaja analitike shkëlqejnë, duke rritur efikasitetin e punës dhe planifikimin e detajuar. Gjysma e parë e muajit është ideale për përparimin në karrierë, veçanërisht në kërkim dhe trajnim. Venusi ndihmon në nxitjen e harmonisë në marrëdhënie, duke inkurajuar diskutime kuptimplote që forcojnë lidhjet. Kini kujdes nga analizat e tepërta, veçanërisht gjatë retrogradës së Merkurit që fillon më 18, gjë që mund të çojë në keqkuptime. Financiarisht, kjo është një kohë për buxhetim strategjik dhe investime racionale. Shëndeti mbetet i fortë duke ruajtur rutinat dhe duke përfshirë teknikat e relaksimit. Në aspektin shoqëror, dinamika në grup dhe puna në grup sjellin rezultate pozitive, pasi Marsi nxit përpjekjet e bashkëpunimit. Hëna e plot më 27 mund të sjellë një ndjenjë përfundimi në një projekt ose qëllim personal. Ndërsa muaji përparon, përqendrohuni në ruajtjen e ekuilibrit, duke përqafuar këtë periudhë rritjeje si një hap përgatitor drejt një dhjetori me ndikim. Peshorja. Nëntori 2025 sjell mundësi për të harmonizuar jetën tuaj personale dhe profesionale. Me Venusin që ju udhëheq në rrugën tuaj, nxitja e paqes në marrëdhënie është parsore. Ditët e para të muajit favorizojnë negociatat dhe partneritetet, ideale për të adresuar çdo mosmarrëveshje të vazhdueshme. Financiarisht kërkohet menaxhim i kujdesshëm pasi Marsi ndikon në sektorin tuaj të shpenzimeve, duke sugjeruar potencial për blerje impulsive. Mundësitë profesionale shfaqen pas hënës së re më 12, pasi aftësitë tuaja diplomatike tërheqin bashkëpunime të dobishme. Jeta personale sheh lidhje të thelluara, me vetanalizë që zbulon mënyra për të rritur intimitetin. Sa i përket shëndetit, hetoni praktikat e lehtësimit të stresit për të ruajtur qetësinë mendore. Veçanërisht pasi Merkuri retrograd nga datat 18 mund të krijojë luhatje emocionale. Hëna e plot më 27 nxjerr në pa ndjekjet krijuese dhe hobi, duke ju nxitur të eksploroni pasionet personale. Kjo periudhë transformuese ju mundëson të përputhni aspiratat me realitetin, duke siguruar që deri në dhjetor, të jeni të përgatitur për përparime progresive. Akrepi. Nëntori 2025 thekson vetë zbulimin dhe fuqizimin. Ndërsa dielli lëviz në përshenjën tuaj, ju përjetoni një rritje të vetbesimit dhe dukshmërisë. Shfrytëzojeni këtë energji për avancime në karrierë dhe projekte personale, veçanërisht rreth hënës së re më 12, e cila sjell mundësi të reja. Marrëdhëniet thellohen me Venusin që rrit karizmën dhe tërheqjen tuaj magnetike. Sidoqoftë, interpretoni dialektin e brendshëm me kujdes pasi retrograda e Merkurit pas datës 18 kërkon durim në komunikim. Financiarisht, prania e Jupiterit mbështet rritjen e investimeve. Megjithatë, menaxhimi i kujdesshëm mbetet i këshillueshëm. Përqafoni ndryshimin dhe përshtatshmërinë në rutinat shëndetësore, duke u përqendruar në mirëqenien fizike dhe emocionale. Shoqërisht, ndikimi i Marsit ju sheh të ngriheni si udhëheqës në aktivitetet në grup ose iniciativat e komunitetit. Angazhohuni me vetë reflektim kritik këtë muaj, pasi këto njohuri mund të përmirësojnë ndjeshëm evolucionin personal dhe shpirtëror, duke vendosur një ton themelor për vitin e ardhshëm dhe surprizat e tij. Shigjetari. Nëntori 2025 inkurajon një udhëtim reflektues drejt vetëpërmirësimit. Jupiteri, planeti juaj sundues, ofron një pamje optimiste që ndihmon në lundrimin në territore të panjohura. Ky muaj thekson rëndësinë e rritjes së brendshme dhe eksplorimit shpirtëror, veçanërisht rreth hënës së re më 12,
duke mbështetur meditimin dhe vetanalizën. Profesionalisht, karizma juaj shkëlqen, por mbani një sy vigjilent ndërsa retrograda e Mërkurit fillon më 18, duke ndikuar potencialisht në komunikime. Financiarisht, një qasje strategjike siguron stabilitet, megjithse pasuria e papritur mund të materializohet përmes investimeve të ndryshme. Dinamikat e marrëdhënieve i japin përparësinë ndershmërisë dhe komunikimit të drejtpërdrejtë, të ngritura në angazhime më të thella me ndihmën e Venusit. Shëndeti kërkon një ekuilibër pushimi dhe aktiviteti. Merrni në konsiderat integrimin e një rutine që ushqen trupin dhe mendjen. Lindin mundësi shoqërore, duke ftuar lidhje që frymëzojnë dhe zgjerojnë perspektivat. Ndërsa hëna e plot kulmon këtë periudhë më 27. Përgatituni për një kohë reflektimi dhe planesh për ndryshimet e ardhshme. Britsjapi. Nëntori 2025 ofron perspektiva të reja, duke mundësuar rritje në fusha të papritura. Me ndikimin e Saturnit, ju jeni të thirrur të rivlerësoni trajektoret profesionale dhe qëllimet personale. Muaji fillon në mënyrë të favorshme me fokusin e hënës së re të 12 nëntorit në zhvillimet e karrierës, duke e bërë atë një kohë ideale për të filluar projekte dhe negociata. Marrëdhëniet shohin një përzierje stabiliteti dhe eksitimi, ndërsa Venusi rrit stresat emocionale, duke forcuar lidhjet. Megjithatë, keni kujdes, pasi kthimi prapa i Mërkurit nga data 18 nxit komunikim transparent për të shmangur konfliktet. Financiarisht, angazhohuni në planifikim të plot dhe rishikoni investimet për të përafruar me qëllimet afatgjata. Shëndeti mbetet i fortë përmes zgjedhjeve të kujdesshme dietike, duke nxitur vitalitetin dhe qëndrueshmërinë. Sfera sociale zgjerohet, duke inkurajuar bashkëpunime që nxisin inovacionin. Ndërsa hëna e plot më 27 afrohet, prisni kulmin e përpjekjeve të mëparshme, duke hapur rrugën për ambicie të rafinuara. Kjo periudhë ushqen përshtatshmërinë dhe durimin, thelbësore për takimet transformuese që do të sjellë viti i ri. Ujori. Nëntori 2025 është transformues, duke ofruar perspektiva dhe inovacione të reja. Urani, planeti juaj sundues, frymëzon mendim jo konvencional dhe ideale progresive. Profesionalisht, përparimet janë të mundshme, veçanërisht rreth hënës së re vendimtare më 12, e cila hap dyert për mundësi krijuese. Marrëdhëniet bëhen një fokus pasi Venusi lehtëson kuptimin dhe empatinë më të thellë. Megjithatë, jini vigjilent pasi kthimi prapa i Mërkurit nga data 18 mund të shkaktojë keqkomunikime. Qartësia është thelbësore. Shëndeti financiar kërkon shqyrtim dhe planifikim strategjik për prosperitet të qëndrueshëm. Rutinat shëndetësore kërkojnë diversifikim. Merrni në konsiderat përfshirjen e qasjeve holistike për të rritur mirëqenien. Në aspektin shoqëror, Marsi energjizon sektorin tuaj të miqësive dhe grupeve, duke inkurajuar pjesëmarrjen në projekte të fokusuara në komunitet. Kjo periudhë introspeksioni dhe rrjedhimi mbjell suksese të ardhshme, duke përafruar aspiratat me qëllime realiste. Ndërsa muaji përfundon me hënën e plot më 27. Përgatituni për një proces reflektues që përputhet me iniciativat dhe potencialet e ardhshme të dhjetorit. Peshqit. Nëntori 2025 përqendrohet në botën tuaj të brendshme dhe sipërmarrjet shpirtërore. Ndikimi i Neptunit në shenjën tuaj nxjerr në pa imagjinatën dhe intuitën, duke nxitur eksplorimin e praktikave artistike dhe meditative. Sa i përket karrierës, mund të lindin mundësi të reja, veçanërisht pas hënës së re transformuese më 12, duke theksuar kreativitetin. Marrëdhëniet pësojnë transformime pozitive. Venusi rrit stabilitetin dhe mirëkuptimin në partneritete. Jini të kujdesshëm me kthimin prapa të Mërkurit në datën 18. Jepni përparësi komunikimit të qartë për të trajtuar çdo ndërprerje në mënyrë efektive. Çështjet financiare kanë nevojë për menaxhim të kujdesshëm, duke balancuar kursimet me shpenzimet spontane. Shëndeti mbetet thelbësor. Angazhohuni në praktika që rrisin forcën mendore dhe qëndrueshmërinë fizike. Marsi energjizon në ndërgjegjen tuaj, duke nxitur vetanalizën dhe reflektimin e qetë. Angazhohuni me mësimet nga e kaluara, pasi këto njohuri do të udhëheqin rritjen personale dhe rrugët profesionale. Ndërsa hëna e plot kulmon më 27. Prisni zbulesa që përsosin rrugët përpara, duke ju përgatitur për energjitë rigjallëruese të dhjetorit. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.